Sa ere ke ndjerë veten që nuk shkon dot përpara, akoma dhe trupi jot, këmbët e tua nuk të mbajnë, ke bërë përpjekje deri tani dhe rezultate nuk e arritur. Sa herë je munduar të shprehesh ndjenjat e tua, emocionet e tua dhe ke patur frikë se mos plagosësh të tjerët, të mos tregosh dhimbjen tënde, je grua, burr, akoma dhe ti fëmijë. Sa herë ke dashur të hapësh zemrën dhe ke bërë të fortën, pavarësisht se brenda ke ndjeshmëri, je i plagosur dhe ke ecur përpara. Sa herë ke mbyllur zemrën tënde për të ndihmuar të tjerët. Por sa herë dua të them këtu, je ndjer i lodhur dhe s'ke patur asnjëri të të dëgjoj, të hapësh zemrën ose si mund të thuash të besoj, sepse ti ke bërë gjithmonë atë të fortën. Dhe asnjë nuk të beson kur ti arrin të thuash jam i lodhur. Këto të gjitha i kam kaluar dhe i kam ndjerë dhe unë në jetën time. Dhe është shumë e vështirë të një person që në fëmijëri është mësuar të japë, të ndihmoj të tjerët, të vijë një ditë të arrijë të kërkoj me shumë përpjekje, sepse nuk e lirojmë dot veten ne që bëm të fortët, nuk e pranojmë të themi jemi dhe të dobët, sepse nuk na mësovi asnjëri që ti jesh i dobët, ti grua, akoma dhe ti mashkull, është okej, sepse ne nuk jemi vetëm të fortë, por jemi dhe të dobët. Dhe kjo është bukuria, që të tregojmë kur bjem dhe të tregojmë dhe kur ngrihemi. Për të gjithë ju që e ndjeni këtë video dhe keni nevojë të lironi emocionet tuaja, të shprehni të vërtetën tuaj, por dhe të ndryshoni gjendjen duke bërë diçka ndryshe, jam këtu me Rita Cake, terapiste, mentore, mësuese trajnere e zhvillimit personal dhe zgjimit kolektiv, me mënyra të ndryshme dhe ato të përshtatshme për ty të ndihmoj të gjesh rrugën. Unë jam këtu dhe përvoja ime do të ndihmojë që të arrish rezultate. Por ti duhet të jesh gati të bësh diçka ndryshe nga ajo që ke bërë deri tani. Ju dua shumë dhe ju përshëndes, tashmë nga Greqia. Dhe mund të më gjesh duke shkruar mesazh privat në WhatsApp, Viber dhe Telegram tek telefoni 0030 699 721. Më falni për numrin. 0030 699 321 46 37. Është pak e lodhur dhe mendja sepse ju thash isha një vjeditor në Shqipëri dhe u lodha dhe fizikisht dhe mendërisht. Dhe këtë është hera e parë që unë e shpreh. Fillova të shpreh të vërtetën time. Jam dhe i dobët. Nuk jam gjithmonë vetëm e fortë dhe gjithmonë arrit çdo gjë. Ndaj liro dhe shpreh të vërtetën tënde. Qëndro në vendin tënd. Bëj një shëtitje në natyrë, të marrësh energji, jo vetëm t'japësh. Ju dua shumë, ju përshëndes dhe ka mënyra të ndryshme që ti mund t'ja dalësh mban. Unë jam këtu të të udhëheq dhe të ndihmoj kur ti t'jesh gati. Mos ki frikë nga e panjoara, sepse vërtet brapa të gjithave këtyreve që ne fshehim është frika e të panjohurs, sepse nuk njohim atë anën tjetër që kur themi jam dhe i dobët dhe të çlodhem, por vetëm të jap çfarë do më ndodhi. Kemi frikë se mos na braktisin ose ngelemi vetëm. Është ajo frika njerëzore dhe këtu dua të them që edhe frikën e të panjohurës mund ta lirosh, sepse libri që është edhe në shqip dhe në greqisht, Simboli mrekullive, që ka 83 madra për lirimin e frikrave,
mund ta bësh dhe të shikosh rezultate të shkëlqyera. Çdo gjë mund të bëhet kur ti je gati. Ju dua shumë. Ju përshëndes.